أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فلندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I cina begatej me të minat të shumta salatat salama qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do vazhdojmë të mbarojmë në libër të vogël të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabit rahimahullahu taala, I cila libër apo risale flet rreth 6 bazave nga feja Allahut subhanahu wa taala. Kemi folë për bazën e parë dhe bazën e dytë, pra shtylla prej shtyllave të fejës së Allahut subhanahu wa taala. Kemi folë për bazën e parë se ajo është njësimi I Allahut në adhurim dhe adhurimi vetëm I Allahut subhanahu wa taala. Shtylla e dytë e fesë islame, prej shtyllave të fesë islame, është bashkimi dhe mospërçarja. Dhe kemi folë për këtë tematikë në bashkimin rreth fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shtylla e tretë që ka përmend prej shtyllave të fesë islame që ka përmend Hoxha Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, thot أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Thot Hoxha se prej plotësimit të bashkimit është dëgjimi dhe respektimi ndaj atij I cili është udhëhec mbi neve, edhe në qoftë se është rob prej Etiopie. Këtë e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpjegim të njohur, të përhapur tek njerëzit me kënde të ndryshme të shpjegimit. Pastaj kjo bazë prej bazave ka ardhur me një grad ku nuk njihet tek njerëzit e dijes e më lëre veprimi me këtë bazë. Pra, prej plotësimit të bashkimit është dëgjimi dhe respektimi I udhëhecit të muslimanëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin." Dhe tha në një hadith tjetër: "Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdun." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju këshilloj juve që të keni frikë Allahun dhe ju këshilloj që të jeni të dëgjueshëm dhe respektueshëm, edhe në qoftë se mbi juve emërtohet dikush prej robëve. Për shkak se ai që ka më jetu pas meje ka më pa përçarje të shumta, unë ju këshilloj juve që të kapeni fort për sunetin tim dhe sunetin e pasarzve të drejt, khulefave të drejt dhe të udhëzuar. Dhe tha: "Isma'u wa ati'u", dëgjoni dhe respektoni, "wa in ta'ammara alaykum 'abdun", edhe në qoftë se mbi juve emërtohet ndonjë rob. Pra këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajeti kuranor nga sura Nisa ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا." Tha Allahu në surën Nisa: "O ju që keni besuar, nënshtrojuni Allahut, nënshtrojuni pejgamberit dhe udhëhecave prej juve. E në qoftë se keni polemik diçka mes vete, atëherë kthejoni Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se ju besoni Allahun dhe botën tjetër." Me kalimin e kohës, kjo bazë prej bazave të fesë Allahu subhanahu wa taala është humb. Ka ra shariati Allahu subhanahu wa taala
dhe udhëheci i cili ka folë në emër të muslimanëve nuk ka ekzistuar më. Këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flasin në esencë për udhëhecin sheriatik të muslimanëve, që duhet dëgjimi dhe respektimi ndaj tij. Dhe pastaj duhet dëgjimi dhe respektimi për çfarëdo udhëheci i cili është sheriatik që vendoset në mesin e muslimanëve. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo tha kur tini në udhtim, jeni tre veta bënë njërin udhëhec për juve. Dietarët e muslimanëve kanë polemizuar se kjo udhëhecia e këtij emirit të udhëtimit me çfarë udhëhecie ka të bëjë. Kanë thënë dietarë bashkëkohor në shpjegimin e këtij hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se emiri i udhëtimit është emir që ka të bëjë me çështjet e udhëtimit, jo për diçka tjetër. Domethënë, emirllëket tjera që vendosen e që janë të njohura në mesin tonë për fat keq që janë bërë shumë përçarje në emër të këtyre emirllëkeve, nuk e kanë hukmin e halifës muslimanëve, nuk e kanë dispozitën dhe si kanë kompetencat e halifës muslimanëve apo të emirit të besimtarëve. Janë në shpjegimin e dietarëve bashkëkohor në këto lloj të emirllëkeve, emir i udhëtimit, emir i davetit, emir i udhëtimit për davet X vendin, X kohë dhe kështu me radhë. Shembulli i këtyre është ku shembulli një drejtorie prej drejtoriave të firmave të ndryshme në këtë dunjë. Pra nuk i ka kompetencat e emirit të besimtarëve. Emiri që vendoset me ndonjë xhami, kompetencat i ka për më udhëheq xhami, për me kështu çka duhet në xhami, çka duhet me sos në punë në xhami, edhe kështu me radhë, edhe emirllëke tjera. Pra nuk e kanë kompetencat e halifës së muslimanëve. Që kush nuk e dëgjon dhe kush nuk e respekton ata futet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por shok se këto hadithe flasin për një emir të besimtarëve i cili e ngrit sheriatin e Allahut, i ngrit dispozitat sheriatike të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shumë prej dietarëve kur i krahasojnë emirllëke tjera, domethënë udhëheci tjera, jashta emirllëkut të madh, domethënë të qellit emir i besimtarëve i krahasojnë me hadithin e udhëtimit. Krahasimet bëhen me hadithin e udhëtimit, për shkak se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas emir të davetit ose emir të xhamisë ose kujt diçka. Ka qenë emir i besimtarëve, ka qenë halifja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Abu Bekri, pastaj Omeri, Uthmani, Aliu dhe kështu me radhë, dhe këto kanë pas udhëheci. Po kur kanë dalë dikush, kanë dalë me një udhëtim për udhëtimeve, a e ka vendos emirin Khalifja, jo, ka thonë Basam kur ti në udhëtim dy-tre veta, e vendos një njëri për juve, e vendos një udhëhecin, çfarë udhëheci ka, çfarë kompetenca ka, i ka kompetencat e udhëheqës së çatij udhëtimit. Dhe kur gjë më tepër, në moment që dikush zbret pejkerit dhe mbaron udhëtimin, s'ka kompetenca mbi këtë person, ky emir i udhëtimit. A është e qartë? Pse? Ka prej dietarëve bashkëkohor që japin mendimet që nuk lejohet me vendos kësi lloj udhëhecia të vogla të ashtu quajtura në grupet e muslimanëve. Pse? Për shkak se kjo bëhet partizimi i grupeve të muslimanëve dhe përçarja e muslimanëve. Pse filan xhamati e ka emirin e vet, filan xhamati tjetër e ka emirin e vet, filan qyteti e ka emirin e vet, në qytet janë disa xhamate, secili ka emirin e vet, dhe në këtë mënyrë përçahen muslimanët. Emirllëku i muslimanëve që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet është për t'i bashkuar muslimanët, jo për t'i përçarë muslimanët. Sot për fat keq në emër të emirllëkeve janë përçarë muslimanët. Për shkak se secili, çish ka thënë Allahu kullu hizbi bima ladayhim farihun, secili grup është i kënaqur me punën e vet. Dhe në këtë mënyrë janë përçarë xhamatet e muslimanëve kështu. Domethënë lufta e madhe që është bërë kundër Islamit dhe muslimanëve është bërë në këtë pikë, që të rrezohet halife e muslimanëve dhe përçarë muslimanë dhe pastaj s'ka kush i mbledh ata. Që na shohim në një xhamat ka 2-3 emirllëke. E këto kompetenca i ka, nuk i ka. Sheriatikisht nuk i ka, nuk mundet një udhëhec i një grupi të muslimanëve për davet, për kujt diçka me qenë shkup, e pastaj ai me pas kompetenca me vendos emirin e përkit Ballkanit. S'ka dhënë kërkush të kompetenca, se si e halifi muslimanëve. Nuk e emirul mu'minin. Ngarkimi e detyra, marrja e detyrave të punëtorëve të muslimanëve i bën emirul mu'minin. Nuk i bën emir i udhëtimit. Valla unë jam kon emir në udhëtim, unë jam kon emir në itikaf edhe më unë jam emir jam. Unë jam emir jo tankon. Unë itikaf kon në xhami, sa kena pas, sa kena me flet, kur kena me hang, sa kena me pushu, sa kena me bë dhe kështu me radhë. Në xhami më nëna, jashtë xhamis s'ki kompetenca për kur gjë.
Pra nuk ban me taravit të dy terme. Emiri besimtarëve, i cili kush nuk e ngon ata është mëkatar te Allah subhanahu wa taala, dhe mirëllëket e tjera që ndodhin tek na, që me mbarimin e asaj pune, prej punëve të cilat bëhen, udhtim qof ajo, ndonjë punë davetit qof ajo, ndonjë seminari davetit qof ajo, çka do qoftë ajo, me mbarimin e asaj pune mbaron e mirëllëku, mbaron dëgjimi dhe respektimi dhe kryet puna. Dhe nuk ban që muslimanët mu përça në emën të kësaj. Se na po shohim sot që mashtrohen muslimanët me kësi terma, ka e mirë kina filanin na, dhe pastaj e urrejnat vllavin musliman se ka e mirë ato gjë. Kjo katastrofa më e madhe e cila ka voditur umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ky emiri i filan vjen dhe ban problem, aty emiri tjetër në atë vend që nuk është me këta, dhe kështu tallavitet çështja e muslimanëve. Pra dëgjimi dhe respektimi që ka ardhur hadithe në ajit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka të bëjë për imarën e madhe, për khilafetin, për emirul mu'minin. A duhet mu dëgju dhe mu respektu emiri udhëtimit? Po, duhet mu dëgju dhe duhet mu respektue me çka ka të bëjë me udhëtimin. A duhet mu dëgju dhe mu respektu emiri i filan davetit, filan xhamis dhe kështu me radhë? Po, duhet mu dëgju dhe mu respektu çka ka të bëjë me çato punë e davetit. Jashtë asaj, si intereson. Të ashtu quajtur emir, të ashtu quajtur udhëhet në përgjëmat të muslimanëve të përzitje dhe në udhëtim kushon familjen tënde. Ju bje puna atje me i vetë telefona, a ban du me shku në restoran me shoqën me shku me anga, ban me shku me anga jo. Kështu e paraçesin. Kjo katastrofa më e madhe me cilën janë përça muslimanët për fat të keq. Baza tjetër prej bazave të fesë Allah subhanahu është bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Bas prej bazave të tjera të kësaj feje është shpjegimi i gradës dhe vlerës së diturisë dhe dietarëve. Dhe shpjegimi dhe sqarimi dhe nxjerrja në pa të atyre të cilët përngjasohen me dietarët, mirë po nuk janë prej tyre. Këtë ka shpjeguar Allahu subhanahu wa taala më së miri në surën Bekara, kur ka filluar fillimi i surës Bekara, ku Allahu i thot bani Israilve ja bani Israil dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. O bijtë e Israilit, përkujtoni begatit e mia ndaj juve, wa ufu bi ahdi, dhe realizojni premtimin. Ufi bi ahdikum, unë realizoj premtimin që kam thënë juve, wa iyaya farhabun, dhe vetëm prej meje friksojuni. Deri te fjala e Allahut subhanahu wa taala dikun, pra këto faqe flasin dikun 15 faqet të Kuranit parafërsisht. Deri te fjala e Allahut subhanahu wa taala ku Allahu i flet Ibrahimit alayhis salam dhe para kësaj Allah thot ya bani Israil dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-alamin. O bijtë e Israilit, përkujtoni begatit që unë u ka dhënë juve dhe në atë që unë ju kam dhënë juve prej popujve të tjerë. Çfarë thon dietarët? Mes këtij ajeti të parë që përmendëm dhe ajeti të dytë që përmendëm, ka një grumbull ngjarjesh dhe ajetesh për Ben Israil. Në këtë ajete kuranore ku Allahu xhel xelaluhu e potencon më të madhe begatit që Allahu u ka dhënë Ben Israil. Çfarë begati? Cilat kanë qenë begatit më të mëdha që Allahu u ka dhënë Ben Israilve? Ajo është dërgimi i pejgamberëve dhe zbritja e librave. Dhe prej begative tjera të cilat Allahu i ka obliguar Ben Israil ka qenë që ata ta besojnë pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra është obligative për dietarët e muslimanëve, dietarët e mirë të muslimanëve, që ata ta shpjegojnë vlerën e turisë dhe jo rastësisht dietarët kanë shënu libra me tregu për vlerën e dietarëve, vlerën e ilmit dhe kanë tregu kush janë dietarët. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kanë jo rastësisht kanë shpjeguar në për libra, për shembull në për librat e usul fikut, lëmie e veçantë në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, ke kaptin të veçantë për ijtihadin, pra për dietar, kush janë dietar, cilat janë kushtet që njeriu me qenë dietar. Pse kanë bërë këtë? Për shkak se kanë ndodhur për njerëzve të shumtë, të cilët kanë folë në fenë e Allahut subhanahu wa taala pa dituri, kanë shpik hadithe, kanë gënjy në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu me radhë, e dietar kanë shkruajtur rregulla,
kanë shkruajt kushte se kur njeriu mundet me arrit gradën e dietarit. Dhe ato kushte me i marr me i shoshit kështu mirë. E dim se ç'është situata. Po me çka argumentojmë na kur flasim në fenë Allah subhanahu wa taala? Argumentojmë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, transmetoni nga unë qoftë edhe një ajet. Me këta. Dhe asnjë ditë prej ditëve nuk kemi pretendu dietar lëkin, e as hoxha lëkin, e as muhadith lëkin, e as kështu me radhë. Thjesht jemi thirrsa në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, vetë që transmetojmë fjalët e dietarëve të muslimanëve, kur më tepër. Vetë që transmetojmë fjalët e dietarëve të muslimanëve, çka ka thënë filani, çka ka thënë alani prej dietarëve, i plasojmë te xhamati muslimanëve, dhe kjo është detyra jote. Allah na bëf prej dietarëve të mëdhenj. Allah na bëf prej mustahidave të mëdhenj, të cilët e marrin ajetin, e marrin hadithin, e shoshitin dhe e nxjerrin dispozicion sheriatike. Mirë po, kjo ka kushte. E prej bazës të fesë Allah subhanahu wa taala është që të ruhet vlera dietarëve, që të tregohet vlera dietarëve dhe të respektohen dietarët. Te fjala e Allahut në surën An-Nisa, që përmenda nënshtrojeni Allahut, nënshtrojeni pejgamberin dhe udhëheca e prej juve, dietarët kanë polemizuar, kanë ka për qëllim Allahu me udhëheca në këtë ajet. Disa dietarë kanë thonë udhëhecat e muslimanëve, xulefat e muslimanëve, emirul mu'minin, komandantët e luftës e kështu me radhë. Disa kanë thonë janë muhadithat, ahlul hadithi. Dhe ka mendime shumë të fuqishme nga ana dietarëve se këto janë dietarë, se dietarë duhet dëgjohen dhe të respektohen. Cilët dietarë të cilët respektojnë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot hoxha, Allahu mëshiroft, thumma sara hadha aghrab al-ashya wa sara al-ilmu wal-fiqhu huwa al-bid'a wa ad-dalalat. Thot dhe pas një periudhe kohore, vlera e ilmit dietarëve kështu me radhë është bë gjëja më e panjohur. Është bë gjëja më e panjohur derisa dituria fiku tek njerëz është shndru, njerëz e konsiderojnë devijim dhe bidate. Pra ka arë momenti, ka arë situata ku dituria e sakt, fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo çka ngërtheje, çka zvërtheje prej fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej dispozitave sheriatike, tek disa të devijuar konsiderohet bidat dhe devijim. Konsiderohet bidat dhe devijim. Si ashtu kemi devijime të shumta prej fraksionet të shumta nga feja e Allahut subhanahu wa taala që kanë deviju, e që kur ja përmend ajetin, jo, s'është kështu. Se filan dietari ka thonë kështu. Se filan evliaja ka thonë kështu. Se filani ka thonë kështu. Dje, mbram, ishim me disa vëllezër dhe po të regon një xhamatli, një vëllai jonë musliman, thot, u ballafaqova muhabet me një person i devijuar, që mendon veten që është në udhëzim. Edhe këshire çfarë fjali ka thonë. Këshire çfarë fjali ka thonë dhe kuptoni këtë çka ka thonë shejhu. Tu bisedu personi tjetër i devijuar që mendon veten që është në udhëzim, i cili është në udhëzim thojza 30-40 vjet, mjek në terin kërthis, i thot këtij xhamatliut, thot, po, ju jeni inil hukmu illa lillah. Kështu i thot, ju jeni inil hukmu illa lillah, të dosh me nënçmua. Inil hukmu illa lillah, është ajeti kuranor. Vendimi, gjykimi, ligjvënia nuk i takon dikujt tjetër pas Allahut, ajeti është. Ky udhëzimi me mjekën, 3-4 vjet udhëzim ka, i thot një xhamatliu të ri, po, ju jeni pe atij grupit inil hukmu illa lillah. Kjo ajet kuranor është. Ti as i pisi grupit. Ti nuk i pikë këtij grupit që gjykimi takon vetëm Allahut. Qëre? Duke dash në nëshmim e dho. Qëka thot hoxha? Thot, dituria u bo sindi më i panjohur. Derisa e konsiderojnë më bidat dhe devijim. Pra e konsiderojnë grupacion të ndryshme devijim më inil hukmu illa lillah. Bidat më inil hukmu illa lillah. Kjo me praktik, vëzni, pranë. Ditën ka ndodhë, pranë me të regoj e vëllohë musliman. E panjohur. Shumë e panjohur. Dhe kur i tregon ti për X çështjen ajet kuranor, pika ajet dhe me këta. Ka dur kjo mesele. Ka i lidhe këtë çështje me këtë ajet. Qysh u lidh? Shumë e qartë. Shumë e thjeshtë.
Shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Thot hoxha. Thot wa khiyaru ma indahum labsu al-haqq bil batil wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahu an la tawaffahu bihi illa zindikun aw majnun. Thot dhe grada më e lartë që kanë arrit tek ata është përzierja e të vërtetës me të kotën. Dhe diturinë të cilën e ka obliguar Allahu, e ka lavdruar Allahu subhanahu wa taala, sipas tyre me këtë ilmë veç flet një zindik dhe një rikeç, ti smervesh. Ti e ka thonë ai që thotë, "O ti smervesh, nuk i dituri." Allah i bega thonë. Pejgamberi sa ka thonë hadithi është i saktë me Buhariu, Muslimi apo Davudi dhe shumë rreth. Smervesh, se kuptonte. Nuk e kupton shumë si të kuptua ajetin ti. Ajeti është i qartë. Ka ajetet që janë pa qartë në Kur'an, na këta e dina. Ama mos i ban shirk Allahut. Dhe Allah nuk e fal shirkun. Kjo është e qartë. S'ka nevojë shumë mutallavit, shumë e thjeshtë është mesela. Adhurojeni Allah, mos i bani shirk Allahut. Shumë është e thjeshtë. Wala taqrabu zina, mos afroni zinas. Kjo është shumë e thjeshtë, mos afroni zinas. Alkoolit, ndalesat që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, janë thjeshta, janë qarta. Nuk ka nevojë për shumë shpjegime. Është ndaluar, po kjo mohabet. Po çka ndodh? Thot këtë dituri që e ka lavdruar Allahu dhe e ka obliguar Allahu, sipas tyre nuk e flet pas një zindik, dhe njëri një mexhnun, leve sa të budallja. Sa dëgjojnë prej ulemave të këqij për ulemat e mirë, të cilët e zbatojnë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke thënë ata janë mexhnuna, s'marrin vesh. Ata janë budall, nuk dinë. Kjo fjala e Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pastaj thot: "Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wa nahy anhu huwa al-faqih wal-alim." Po derisa ka ardhur situata ku njëri i cili shënon libra, ban demante, ka shikujna, ka shit dietarëve të vërtet, ka shit dietarëve pasues të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tek ata ai është dietar. Kurse ky dietar i vërtet është i devijuar. Është i devijuar. Dhe ne jemi dëshmitar të kohës. Ne jemi dëshmitar të kohës ku në shumë shtete kjo ndodh, po e përmend vetëm një shtet, Arabia Saudite, para disa viteve e mshel me burg 10 vjet e dënon imamin, një prej imamëve të Çabës, veç pse fol kundër muzikës dhe diskove dhe koncerteve dhe shumë radhë. Veç për këtë meselë. Nuk jam duke lavdruar imamin e Çabës. Se na pe dim se kush është imam Çabë. Mirë po, ka ardhur puna deri në atë gradë që me fol edhe kundër muzikës, burgosur. E burgimi i këtij me çka ndodh? Ndodh me fetva të disa të tjerëve. Burgimi i këtij ndodh me fetva të disa të tjerëve. E kështu burrat e Arabisë Saudite janë të mbushura me dietar, kërkuesi turistë, talebe, të cilët dojnë zbatimin e fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bazë prej bazave të Allahut, të fesë Allahut subhanahu wa taala, prej bazave, si të usul është bejanu Allah subhanahu wa taala li awliya illahi wa tafriquhu bainahu wa bain al-mutashabbihin bihim min a'da'i Allahi wal munafiqin wal fujjar. Shpjegimi i Allahut se kush janë evlijat e Allahit. Dhe dallimi mes evlijave të Allahut dhe evlijave apo armiqve të Allahut, evlijave të shejtanit, armiqve të Allahut prej munafikave dhe njerëzve të prishur. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka marrë disa prej njerëzve miq. I ka marrë të afërt. Këto janë të afërmit të Allahut, janë miq të Allahut, janë të ndihmuarit nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Për këto njerëz, Allah na ka treguar neve në Kur'an. Pra Allah neve në Kur'an na shpjegon kush janë vlijat e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se Allah e ka ditë meriturinë e tij absolute, se kanë marrë fraksione dhe grupacione të ndryshme prej anës së njerëzve, që kanë një shpall për vlijat e Allahut njerëz më të këqij. Kanë një shpall për vlijat e Allahut njerëz më të këqij. Tregon Ibn Taymije për grupacione të njerëz që kanë shku me adhuru një varr prej varrezave në Sham, diku, në Damask, në zgabofsha.
Duke menduar që është evliat Allah, kur shkojsh tu e lut tani edhe ky ti sos punte edhe ti jep evlad edhe ta çel rroskën e nuk heq biznesi, ta çel biznesi kështu më radh. Kur i kanë këshir çështën bash shumë mirë, kanë thënë që i Vorosi ka qenë krishter. I Vorosi ka qenë krishter. Jo besimtar. Duke shku me lut evlia. Dhe fraksione të ndryshme të kohës tonë bashkëkohore, zinaçar pimat mëdhojve, njerëz të prishur primat mëdhojve, munafika primat mëdhojve, janë të shpallur si evlia nga ana e turmave të mëdha të njerëzve. E Allah subhanahu wa taala, euliat e Allahut, shihni në Kur'an, thot Allahu subhanahu wa taala, një prej kushteve të para, një prej sinjalet të para, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj nëse ju e doni Allahun, pasojeni mua që të dojë Allah. Pra dhe ka thënë pejgamberi sa ste, Muhammed thuaj atyre, nëse ju e doni Allahun, por më bëj evlia Allahut, nuk mundesh pa dashurinë ndaj Allahut, nuk mundesh ti më bëj evlia Allahut pa dashur Allahut, edhe pa dashur ty Allahut. E ku e dim na a e do, nuk e do ty Allahun dhe a do, a nuk do ty Allahu subhanahu wa taala? Shenja e parë, sinjali i parë, pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot evliat e dervishëve të ndryshëm janë njerëzit që mas pakti e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Janë njerëzit që mas pakti apo hiç nuk e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë dalë komplet jashtë shariatit, se kanë mni gradat mëdha, e kanë lënë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe adhurojnë Allahun çish din ata. E Allah thot, evlia e Allahut, për me qenë evlia e Allahut, dush me e dashur Allahun dhe duhet me dashur Allahun. A dona nuk dona Allah, ka sinjale. Po a e dona nuk e don ti Allahun, na e këshillmi, a e pason ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'me qenë evlia e Allahut. Nuk mundesh me qenë evlia e Allahut subhanahu wa taala. Tha Allah jalla jalaluhu në sinjal tjetër për evliat e tij. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Cilësi, sinjal tjetër, thot Allah, o që keni besuar, kush ban ridde, kush del pi feje për juve, Allahu ka marrë në një popull tjetër, të cilët i don dhe ata e dojnë Allahun. Nëse ju bani ridde, Allahu na ruaj prej riddes. Allahu e bën një popull tjetër. Cilësia e këtij populli është se ata e dojnë Allahun dhe Allahu i don ata. E që ata me e dashur Allahun, pra do të më qenë pasues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para. Cilësi tjetër, adhillatin 'alal mu'minin. Janë të butë me besimtarët. Janë të butë me besimtarët. A'izzatin 'alal kafirin. Janë të vrashtë me jo besimtarët. Yujahiduna fi sabilillah, luftojnë në rrugën e Allahut, wala yakhafuna lawmata la'im, dhe ata nuk i friksohen kërcënimit të kërcënuesve apo kritikës së kritikuesve. Cilësit e evliave të Allahut janë të butë me besimtarët, janë të vrashme me besimtarët, luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk ndikohen prej kërcënimit të kërcënuesve apo kritikës së kritikuesve. Cilësi tjetër nga sura Yunus, thot Allahu, ala inna awliya Allahi la khawfun alejhim wala hum yahzanun. Me të vërtet, miqt e Allahut, evliat e Allahut, për ta nuk ka frikë dhe nuk ka mërzi. Kush janë këta? Thot Allah, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët kanë besu dhe kanë pas frikë respekt ndaj Allahut. Pra ata që kanë besu dhe kanë punu, ata që kanë besu dhe s'kanë punu, ata që kanë besu dhe s'kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'janë evliat e Allahut. Nuk mund me qenë evliat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na i ka lit në zemrat tona të cilësi. Na i bëf tabiat në zemrat tona të cilësi dhe të jemi kështu cilësi të evliave të Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim, Allahu më shiroft, lejse li awliya illahi alamatun yatamayazuna biha, bal yakununa kasairi nasi ma yu'rafun. Thot, evliat e Allahut nuk kanë ndonjë sinjal me të cilën ata dallohen për të tjerë. Pse? Se të grupacion të devijume, evliat e kanë qallën ndryshe, kapuçën e kanë ndryshe, gjybën e kanë veçantë,
nallët i kanë të veçanta, të ulmën e kanë të veçantë, të fletmën e kanë të veçantë, edhe shumë çështje i kanë të veçanta ata. Ata dhe të tjerë komplet ndryshe kanë. Ibn Kaimi e vjata Allah në një alamet që mund nga ufitirë. Ata janë sikur të gjithë njerëzit. Ata janë sikur të gjithë njerëzit. A ka ndonjë vlija më të madh se pejgamberi sa? Miki Allahu, doste ka marrë Allahu xhallahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, zotriu i pejgamberëve, për njerëzit po bëra më. Dihet këtë çështje. A u ka dallu me diçka për ata për të tjerë? Ka marrë delegacione prej jashtë Mekës, prej jashtë Medinës, se pejgamberi sa se ka njohur kush o pejgamberi sa në grumbull me xhamat, ka qenë me sahabi, se ka njohur cili o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është argumenti më i madh se evliata e Allahut nuk kanë diçka të veçantë prej ndukje. Po pejgamberi sa se ka të njerëz të cilët janë pa krehur, janë të hedhur në përbyrë e njerëzve me qoftë se i lutën Allahu ata ndjenjë. Me ta pranuar ti Allahu me një dua, e çon dorën Allahu pranon dua, kjo është Allah. Që që ka përshu për asa? Se pa krejë, në prosë, në përdyrë të njerë. A me u betu në Allah, të vjetu. E kemi cekë, këmë një të këmëdojë të muslimanve, nga ona e selefit, nga pjesa e selefit, thot, gishti i Muhammed ibn Wasi është më i dashur për mua se sa 100.000 shpata të strehura edhe 100.000 luftar të fuqishëm. Pse? Se Muhammed ibn Wasi ka qenë të njërë që ka vënë duaja. Që ka vënë duaja, që në gjishtë në lutë Allah, kryet ma vejtë. Sosët lufta pa janë i siqë. A të thënë, sosët lufta, sosët ma vejtë pa janë i siqë. Ka thonë, gjishtë i këti, që ki njeri, është më i dashur për mu se sa, fudhë shta. Se, po kështë të punë, një duaja të punë. Dera i Vemeli, sa dhe Allah në. Një duaja të bo, e kanë fitu në si në tunë. A më ka bo duaja dhe më thonë, këta kanë qenë njerë që ka pranë duaja. Po këto që janë konë, të njohë se të nësot e kanë të Allahit. A nëse mu pranë duaja, të asitoj gjokejri, shakë dhe hajtë dhe lutë. Heqë, rritë e dejre dhe veç hajtë, kush do me artë, unë shakë bëjlutë për ju dhe të rritë më vejtë. Jo. Kanë qenë njerë që gjithë të tjerë, kanë punu, kanë jetuar, shumë ratë. Kanë gjithë ato në dërajtë në merit, nuk e dhe Allah, nuk e Allah, që kanë fitore të ulatë. Disa muaj, se kanë fitu një kalore të persianë. E ka lutë Allah, së ka thonë Allah, me atë ola, me atë fitore, edhe mund të adonë të fejtë. Musliman dhe kanë fitu luftën, dërë me lutë, karafejtë. Ose kumë Allahu, subhanahu. Pra, e vjata Allah nuk kanë në një alamet e alamet. Një në të shkuzit të tjere, në për që se lutën Allahu e përmën lutën për i tyre. Sot hoxha dhe baza e gjatë, dhe kjo shumë e rëndësishme, për shak se me këtë po ballatakohemi në fond tonë bashkore, sot رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. كيف تبين تيجن الشيطان المهار. Demonti ndaj dyshimit të tyre e ka vendos shejtani në braktisjen e Kuranit dhe Sunetit dhe pasimit të mendimeve. Të tjerëve jashtë Kuranit dhe Sunetit, e kjo për shkakun se Kurani dhe Suneti nuk e kupton vetëm një mujtahid mutlak. Do të thonë Kurani dhe Suneti nuk e kupton vetëm Muhamedi, ose Ibn Taymija, ose një dietar i këtij rangi. Tjerë zban në pasu Kurani, se se kuptojnë. Nuk vanë pasu Kurani, për shkak se nuk e kuptojnë. Edhe na përmendëm që Allahu dhe në të Kurani falon ayatul muhkamat, ajetet të qarta, wa ukhra mutashabihat, dhe tjera të paqarta. E të paqarta, ka paqarta që i din dietar të muslimanëve, tegimi e tyre, ka disa ajete që nuk kuptojnë vetëm Allahu azza. Ama ka ajete që i din të tjerë. Që në zënë Kur'an, kul huwa Allahu ahad, huwa Allahu është një. Kjo e qartë. Kjo s'ka nevojë për shumë të mëzati. Kjo është e qartë. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal si bota ti o tak dhe fal gjithçka në gratë pos shirku. Kjo është e qartë.
U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adhurojeni Allahun mos i bani atij ortak. Silluni mirë me prind. Kjo është çfarë? Silluni mirë me prind. Largohu prej zinos. Largohu prej kësaj të keqe. Le ta mposhim në sitare të shikinit. Edhe kështu me radhë. Po thonë, kjo është një prej bazave që duhet të përditshmërinë e tij të vepron besimtari. Çfarë ka ajo? Demonti ndaj bidateve, bidatxhive, shejtanëve, të cilët mundohen me u apshtir njerëzve fenë Allahut subhanallahu teala. Sa të shumë ata që mundohen sot me apshtir fenë Allahut subhanallahu teala është shumë e qartë. Me komplikuar ajeti është shumë i qartë, ata komplikojnë ajetin. Kjo bazë çfarë është? Kjo është bazë e sunetit, demonti ndaj bidatxhive. Definicion që një prej bazave të cilës së pejgamberit sa ka qenë istibana të sabili i mujrimin, spjegimi i rrugës së kriminalit. Në qoftë se na njerëzit nuk u bën qartë kriminalet dhe rrugën e kriminalit, s'ka më kurrë. Për shkak se njerëzit i shohin na, po na bjemi i pa na, duke ardhur safat e xhamisë dhe pastaj me qenë sa për kamë kriminal. Edhe ne e pasra rrugën e kriminalit. I 5 kohë xhami pa. 5 kohë i fal xhami, e fal agjeron hanefete dhe bën adhurime të shumta dhe pastaj në atje shkon dhe bëhet për krahës i rrugës së kriminalëve dhe për krahës së kriminalëve. Allahu subhanahu wa taala na të thotë, "O subhanallahu wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik."